Mirëmbrëma, mirë se vini në edicionin qendror të lajmeve këtu në ABC News. Unë jam Kassandra Pali dhe së bashku do të jemi në minutat në vijim. Sali Berisha ka bërë fushat në Elbasan për kandidatën e tij nga Fisi Çapja, duke sulmuar nga tribuna rivalin e tyre Suel Çela. Kreu opozitës thotë se do t'i kthejë Elbasanit të ardhmen, por i lëni jashtë listave. Dashnor Sula akuzon Berishën se kësaj radhe ka lënë të papërfaqësuar gjithë komunitetin e krishterë të qarkut të tretë më të madh në vend. Sali Berisha pas ballokumeve të marsit u rikthye në Elbasan. Ai prezantoi kandidat të rinj nga Klodiana e Fisit Çapja tek tenori Armaldo Klogjeri. Nga mbresat e fundit u premtoi qytetarëve se këtë vit do të kenë një ditë të dytë vere. 3 javë më parë u nisha në qytetin e bekuar të Elbasanit për të festuar së bashku me ju ditën e verës. Sot unë rikthehem sërish në këtë qytet për të dhënë mesazhin se këtë vit Elbasani dhe mbar Shqipëria do të kenë një ditë të dytë vere dhe kjo do të jetë 11 maj. Me pengun se nuk e bindi dot Dashnor Sulën të rikthej në listë, doktori vendosi ta injoroj, ndërsa për ekipin e ri tha se nuk ka asnjë emër anonim. Ndërsa pas shpine kishte Çapjan, u ngjiti kandidatëve kundërshtar emrin e Suel Çelës. Ne vim këtu me këtë ekip i njohur për ju dhe asnjë anonim. Deputetët e krahut tjetër janë përzierje Ndrageta Çela. Po edhe Balla, po Balla është mbrapa. Janë kandidat të krimit qeveritar, të krimit ordiner, të krimit mafjes. Nga gjithë kandidatët e qarkut, fjalën e mori vetëm drejtuesi politik, Tomo Realizoti, humsi serial nga Berati. Ai u kujtoi elbasanlive kohët e vështira kur doktori fliste nga balkoni i katit 8, kurse ai me kolegët e tij i qëndronin poshtë. Ju kujtoj juve që mendimin e Sorosit, mendimin e gjykatave, mendimin e të gjithëve që s'do kishte MPD, sepse doktori ishte lart te balkoni dhe ne ishim poshtë. Por fuqia e njeriu të lirë është një element që është hynor. Dhe kjo parti, me gjithë gjunahet e veta, bashkë me liderin e saj historik, gjatë një udhëtimi të vështirë, gjatë një vendit shumë të turbullt, sot, nesër, ka një mision në këtë vend. Sa të jetë partia punës, partia demokratike, do jetë shpërtimtarja e këtij vendi. Por Dashnor Sula, i cili shkoi shumë vonë poshtë balkonit, nuk ja fal doktorit injorimin dhe i kujtoi se pa të në listë, vështirë se do të hajë më ballokume në Elbasan. Kryemagjistarët e listave kthyen statutin e Partisë Demokratike në letër bakalli. Votat e demokratëve i shndruan në hiq që duket pa lënë gjurmë. Demokratët e fshatrave i brektisën, po ashtu edhe demokratët e Komitetit të Krishterë. Lista është për primare, jo demokratët. Gjatë vizitës në Tel Aviv, kryeministri Rama vizitoi qendrën mjekësore Sheba, spitali i parë ku pacientët konsultohen me një pacient virtual dhe jo me mjek. Kryeministri u shpreh optimist për binjakëzimin e qendrës spitalore universitare Nën Tereza me Sheba, i cili do asistojë në reformimin e spitalit shqiptar dhe do mbikëqyr menaxhimin dhe shërbimin ndaj pacientëve. Kryeministri Rama udhëtoi këtë të diel në Izrael për të vizituar qendrën mjekësore Sheba, një nga ekselencat botërore të mjekësisë që do të asistojë në transformimin e qendrës spitalore universitare Nën Tereza në Tiranë. Rama u prit nga vetë drejtori i spitalit, Yitzhak Kreis, i cili shpjegoi kryeministrit implementimin e inteligjencës artificiale në mjekësi. Sheba është spitali i parë në botë ku pacientët konsultohen me një asistent virtual dhe jo me mjek. Është që pacienti hyn, jep emrin dhe të dhënat e identitetit dhe fillon të bëj bisedën me doktorin Bina, që është asistenti virtual mjekësor dhe asistenti virtual di të gjithë historikun e pacientit dhe bën pyetjet e duhura përse ka ardhur këtu. Mjekët harxojnë kohën shumë
duke marrë informacione. Dhe në këtë sistem, kur vjen pacienti, asistenti virtual di të gjithë historikun në sekonda, sepse nuk ka një mënyrë se si një tru njerëzor mund ta bëjë këtë. Drejtori i spitalit tha se nëse sistemi arrin të provojë më pak gabueshmëri se njeriu, mund të eliminojë nevojën e mjekut në të ardhmen. Dhe ne jemi vendi i parë në botë që të trajtojmë pacient të vërtet real në pavionin e urgjencës nëpërmjet inteligjencë artificiale, por e bëjmë në mbikëqyrjen njerëzore. Pra, kemi shpenzuar shumë para në mënyrë që të vëmë mjekët këtu, por nëse ja arrim në një vit që të provojmë që sistemi merr vendime ashtu si njerëzit dhe nuk bën gabime më shumë se sa njerëzit, ne mund të eliminojmë nevojën e mjekut. Dhe ky është një sistem shumë eficient. Pas kësaj vizite, Rama u shpreh optimist për binjakëzimin e qendrës spitalore universitare Nën Tereza me Sheba. Me zër po prisje në fakt që të vija këtu prej shumë kohësh dhe takimi u bë realitet, por u bë realitet edhe takimi me mjekët dhe me ekipin nga Spitali Nën Terezë dhe gjithashtu jemi shumë të lumtur për sa i përket të ardhmes, edhe fal pranisë suaj në Tiranë, edhe fal mbështetjes suaj që ne e vlerësojmë jashtëzakonisht. Vitin e kaluar u firmos marrëveshja mes Shqipërisë dhe Izraelit për qendrën spitalore universitare Nën Tereza. Një ekip nga qendra mjekësore izraelite Sheba do të asistojë në transformimin e spitalit shqiptar dhe do të mbikëqyr menaxhimin, shërbimin, trajtimin e pacientëve të veçantë deri te blerjet e ilaçeve apo implementimin e teknologjisë së re. Ju ftoj të ndihni radion ABC News në valët 105 FM. Do të përditësoheni me zhvillimet e fundit Në 105 FM. Renea ka dështuar të arrestojë Elion Haton pas një aksioni në Shkodër. I shumëkërkuari i drejtësisë nuk u gjeti gjatë kontrolleve në banesën e mikut të Ervis Martinajt, nuk u gjetën sendet e jashtëligjshme. Nga aksioni u shoqëruan 6 persona, mes të cilëve edhe vëllai Elion Hato, si njohur si ushtari i Martinajt, ai akuzohet për disa ngjarje kriminale. Reparti speciali i forcave Renea zbarkoi orët e para të mëngjesit të së dielës në Shkodër në kërkim të Elion Hatos. Por pavarësisht aksionit të befasishëm të forcave elit të Reneas, Elion Hato i shumë kërkuari i drejtësisë nuk u gjet. Ende nuk dihet nëse ka pasur dekonspirim të këtij operacioni, por gjatë kontrolleve nuk janë gjetur as sende të jashtëligjshme. Nga ky operacion janë shoqëruar për të marrë në pyetje 6 persona, në mes të cilëve edhe vëllai i Elion Hatos dhe më pas janë lënë të lirë të gjithë. Edhe më herët Renea ka kryer disa operacione për arrestimin e Elion Hatos në Shkodër dhe Tiranë, por nuk kanë mundur ta gjejnë. Emri i Elion Hatos i shpallur në kërkim nga SPAK për dosjen Metamorfoza në skedaret e policisë lidhet me shumë ngjarje kriminale dhe në përplasjen e bandave në Shkodër. I konsideruar ushtari i Ervis Martinajt, Elion Hato mbeti i plagosur edhe në përplasjen me armë në zonën e ish-bllokut në vitin 2018. Ish kryeprokurori Adriatik Llalla u tërhoq nga rekursi në gjykatën e lartë duke lënë në fuqi dënimin me 2 vite burg. Llalla duket se nuk ka patur pritshmëri për të ndryshuar masa. Ish prokurori kishte kundërshtuar vendimin e apelit. Gjykata kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar ka lënë në fuqi shpalljen e tij fajtor për mosdeklarimin dhe fshehje pasurie. Llallës janë konfiskuar disa pasuri. Ish kryeprokurori është strehuar në Itali, ku i është bllokuar edhe pasaporta. Ish kryeprokurori Adriatik Llalla nga Arratia është tërhequr nga rekursi i bërë në gjykatën e lartë për sa i përket dënimit që ka marrë nga apeli i gjykatës së posaçme. Kjo do të thotë se automatikisht për të mbetet në fuqi dënimi me 2 vjet burg. Ende nuk dihet arsyeja që ka shtyrë Adriatik Llallën të marrë këtë vendim. Llalla dhe avokatët e tij kishin kundërshtuar vendimin e apelit të gjykatës së posaçme që la në fuqi shpalljen e tij fajtor për mos deklarime fshehje pasurie në disa raste. Ish prokurori është strehuar në Itali, ku i është bllokuar pasaporta, ndërsa më herët gjykata e lartë i refuzoi edhe kërkesën për pezullim të dënimit me burg për shkak të pretendimeve për një sëmundje që vuan ish zyrtari i lartë. Vendimi për dënimin Adriatik Llallës u dha më 20 maj të vitit 2021 nga togat e zeza të gjykatës së posaçme pas një hetimi të SPAK. Teksa vion të jetë në Arrati, Llallës në Shqipëri janë konfiskuar edhe disa pasuri, ndërto apartament në Durrës dhe sipërfaqe toke në periferi të Tiranës.
Prindërve të filipinezit që vrau studenten shqiptare Ilaria Sula në Rom ishtë ndaluar dalja jashtë territorit të Italis. Kjo për shkakun se hetuesit kanë dyshime se kanë ndihmuar djalin e tyre në fshehjen e provave. Dyshimet lindën edhe për shkak të deklaratave kontradiktore që kanë dhënë. Mediat italiane kanë zbuluar edhe detaje të tjera se si ndodhi konflikti mes shqiptares dhe ish partnerit të saj pak para se ky fundi ta vriste. Policia italiane sekuestroi këtë të diel kompjuterin e Marm Samson, shtetasit filipinez që vrau Ilaria Sulën, studenten shqiptare 22 vjeçare në Rom, ndërkohë që ju ndaloi edhe prindërve të filipinezit që të largoheshin nga Italia, pasi ata dyshohet se janë bashkëpunëtor në krim. Hetuesit nuk besojnë se 23 vjeçari ka arritur që t'i bëjë të gjitha vetë sa i përket pastrimit të shtëpisë dhe makinës me të cilën transportoi trupin e Ilarias, të cilin e hodhi në një zonë të pyllëzuar 40 kilometra pranë Romës. Dalimi për prindrit e filipinezit që të largohen nga Italia vjen edhe për shkak të dëshmisë kontradiktore të dy prindërve, sa i përket faktit nëse ishin në shtëpi në momentin e krimit, pasi ati ka thënë që ishte jashtë, ndërsa nëna ka rrëfyer se ata ishin të gjithë në shtëpi. Mediat italiane shkruajnë se përpara që të vriste Ilarian pas ditën e 25 marsit, ishi dashuri i saj filipinez kishte shkuar në shtëpinë e saj ku kishte tentuar që t'i merrte kompjuterin, ndërkohë që ajo nuk kishte aty. Sapo ka marrë vesh të detaj, Ilaria Sula është drejtuar drejt shtëpisë së filipinezit pas ditën e 25 marsit për të përballur me të, por e reja shqiptare nuk doli më gjallë prej aty. Prej një jave ishi dashuri filipinez kishte mbajtur celularin e saj, ku ju shkruante miqve se ndodhej në Napoli, se po argëtohej dhe se kishte humbur trenin, prandaj nuk ishte kthyer. Mark Samson ka rrëfyer se ishte bërë xheloz që Ilaria po fliste me një tjetër djalë, edhe pse ata ishin ndarë. Personi identiteti i të cilit nuk është zbuluar nga mediat ka rrëfyer për autoritetet se ai nuk e kishte takuar kurrë 22 vjeçaren shqiptare dhe se kishin shkëmbyer vetëm disa mesazhe. Ceremonia e varrimit të Ilaria Sulës do mbahet këtë të hënë në Terni. 3 të rinj janë arrestuar nga policia pasi kërkonin para një 15 vjeçareje duke kërcënuar se do t'i publikonin një foto personale nëse ajo nuk paguante. Blut njoftojnë se të arrestuarit janë Orgito Nika, 19 vjeç, si edhe 2 të mitur të moshës 17 vjeç dhe 14 vjeç, ndërsa u janë sekuestruar edhe 3 celularët personal. Sipas policisë, 15 vjeçaria e friksuar se mos fotoja e saj do publikohej nga 3 të rinjt, u ka dhënë atyre të paktën 300.000 lekë. Policia e Kosovës ka arrestuar 16 shtetas serb në Gjakov dhe Prizren, ku mes tyre, sipas asaj që ka deklaruar ministri i Brendshëm Xhelal Zveçla, ka edhe oficer të shërbimit të sigurisë serbe. Sipas ministrit të Brendshëm, shtetasit serb të arrestuar kanë lidhje me terroristët që organizuan sulmin e Banjskës. Policia e Kosovës ka arrestuar këtë fundjavë 16 shtetas serb në Gjakov dhe Prizren, ku mes tyre, sipas asaj që deklaroi ministri i Brendshëm Xhelal Zveçla, ka edhe oficer aktiv në shërbimet e sigurisë së Serbisë. Zveçla shkroi në Facebook se 4 shtetas serb u arrestuan në Gjakov, ndërsa 12 të tjerë në Prizren. Ministri i Brendshëm tha se këtyre individëve u gjetën harta, fotografi të terroristëve serb të vrarë në Banjsk, 2 thika, 1 sopat dhe 1 drejt portative. Xhelal Zveçla shkroi se shtetasit serb të arrestuar kishin për qëllim mbledhjen e informacioneve dhe dëshmive në lidhje me sulmin terrorist të Banjskës, ku mbeti i vrarë efektivi i policisë së Kosovës Afrim Bunjaku. Sipas Ministrisë së Brendshme të Kosovës, shtetasit serb të arrestuar përgjatë fundjavës kishin lidhje me terroristët që organizuan sulmin e Banjskës, duke përfshirë këtu edhe Miljan Radojčić. Njoftimi i Xhelal Zveçlës erdhi pas mbledhjes së Këshillit të Sigurisë së Kosovës, ku kryeministri Albin Kurti akuzoi Beogradin se po ndërhyn në çështjet e brendshme të Kosovës dhe nuk po lejon formimin e qeverisë së re atje. Kurti pretendoi se Serbia ju ka bërë presion deputetëve të minoriteteve që të mos bëjnë koalicion me të. Pranvera rikthen rreshjet të Borës, veriu i vendit është përfshirë nga rreshjet këtë të diel, prezencë të Borës ka në Dibër, në Kukës e në Shkodër, temperaturat kanë rëndjeshëm, rrugët janë të hapura dhe qarkullimi vijon normalisht. Mungesë të energjisë elektrike raportohet vetëm në disa fshatra të Kukësit, autoritetet rekomandojnë që drejtuesit e mjeteve të kenë kujdes të shtuar për shkak të lagështirës në rrugë.
Ulja e ndjeshme e temperaturave ka rikthyer Borën në prill në veri dhe vrelindje të vendit. Në qarkun e Kuksit, Oreshit dhe Borës kanë qenë të pranishme gjatë gjithë ditës së diel. Në zonat malore që shtrihen mbi 400 metra mbi nivelin e detit, trashësia vijon nga 5 deri në 10 cm. Në rrugën e Kombit nuk ka shtresa dëbore, pasi mjetet borpastruese e kanë mbajtur në monitorim dhe kanë operuar me hedhjen e kripës në traseën e saj nga Repsi në Morin. Edhe akset e tjera nacionale në rajonin Verilindor nuk kanë probleme. Megjithatë, drejtuesit e mjeteve rekomandojnë të jenë të kujdesshëm gjatë natës, pasi ulja e temperaturave mund të sjellë ngrica dhe akull në rrugë. Policia apelon që në këto akse të përdoren zinxhirë dhe gomat dimërore. Pavarësisht erës të fortë dhe stuhive të dëborës, furnizimi me energji elektrike vijon normalisht në të gjithë qarkun e Kuksit, përjashtuar vetëm lagjen Trull, në njësinë administrative Stullroj, për shkak të djegjes së transformatorit. Grupet e OSHE po punojnë për zëvendësimin e tij dhe riktimin e energjisë elektrike në këtë lagje. Reshi dhe Borës përfshin këtë të diel gjithashtu zonat malore në qarkun e Shkodrës, duke sjellë dhe ulje të ndjeshme të temperaturave. Sipas autoritetit rrugor shqiptar, Bora është e pranishme në Puk Fusharrës, malësi të madhe, në zonën e Vermoshit dhe në aksin Qafthore-Thedh. Pavarësisht pranisë të Borës, këto akse janë të hapura dhe qarkullimi vijon pa problem. E diela riktheu sërish Oreshit e shiut në zonat e ulta të vendit, pasi ndërprerje të shkurtër. Për shkak të lagështisë në rrugë, drejtuesit e mjeteve rekomandojnë të lëvizin me kujdes. Stuhit kanë goditur disa shtete në SHBA duke shkaktuar përmbytje, 16 persona kanë humbur jetën, mes tyre 2 të mitur. Moti i keq ka lënë pa energji elektrike. Mira qytetarë, sipas shërbimit meteorologjik, moti i keq do të vazhdojë edhe në ditët në vijim dhe pritet të preken mbi 75 milion amerikanë. Sipas shkencëtarëve, çrregullimet e motit po vijnë si pasojë e ngrohjes globale. Të paktën 16 persona kanë humbur jetën si pasojë e stuhive të fuqishme dhe tornadove që kanë goditur përgjatë ditëve të fundit pjesën qendrore dhe lindore të Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Stuhit e forta të shiut dhe tornadot kanë shkaktuar shkatrim nga Arkansasi deri në Ohio, ndërsa përmbytjet kanë bllokuar rrugët dhe kanë lënë qendra mijëra qytetar pa energji elektrike. Një fëmijë 9 vjeçar humbi jetën në Kentucky si pasojë e përmbytjeve ndërsa po shkonte drejt stacionit autobusit, ndërsa një 5 vjeçar ndroi jetë në Arkansas. Moti i keq përfshiu përgjatë fundjavës edhe Tennessee, i cili u konsiderua shteti më i goditur nga stuhit, si dhe Louisianën, Alabamën dhe Georgian. Shërbimi meteorologjik i Shteteve të Bashkuara ka paralajmëruar se moti i keq do të vazhdojë edhe përgjatë ditëve në vijim, ndërsa ka ngritur paralajmërimin për 73 milion qytetarë që mund të preken nga përmbytjet. Shkencëtarët thonë se gruaja globale po ndikon në rregullimet klimatike duke bërë që moti ekstrem të bëhet më shpesh dhe më jashtëpër. Vitin e kaluar në Shtetet e Bashkuara të Amerikës u shërnua një rekord i ri të temperaturave të larta, teksa vendi u godit gjithashtu nga një val tornadosh dhe uraganesh shkatërruese. Miliona Amerikanë dolën kundër politikave të Trump në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Mbaj duart larg demokracisë është slogani i protestës më të madhe që kur republikani mori detyrën. Nga New Yorku në Portland me pankarta në duar, protestuesit i konsiderojnë të dëmshme dhe diktatoriale politikat e presidentit amerikan dhe krau të tij të djathtë Elon Musk. Protestuesit tonë se janë të friksuar nëse Trump merr një tjetër mandat, ndërsa i konsiderojnë të dëmshme tarifat e vendosura nga ai. Amerikanët po rebelohen ndaj Donald Trump. Miliona njerëz dolën në sheshet dhe rrugët kryesore të shumë qyteteve në Shtetet e Bashkuara për të kundërshtuar ato që po konsiderohen politikat të dëmshme dhe diktatoriale të presidentit Trump dhe të kraut të tij të djathtë Elon Musk, që drejton Departamentin për Eficiencë Qeveritare. Kemi frikë për demokracinë tonë, u shpreh një pjesëmarrëse në tubimin e mbajtur në Karolinën e Jugut. Gjëja më e keqe është se ai tashmë po flet për të mos u larguar pas këtij mandati dhe për të bërë dhe i mandat të tretë, dhe kjo është e frikshme për mua, shton më tej protestuesja. Mbaj duart larg është slogani i protestës më të madhe kundër Trump dhe Musk në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, që kur republikani u kthye në shtëpinë e bardhë. Mbi 1200 demonstrata u organizuan në 50 shtete amerikane. Protestat prekin qytete të ndryshme nga New Yorku në Boston, nga San Francisco në Portland.
por epicendra ishte Washingtoni, ku mira njerëz u mblodhën në qendrën kombëtare në monumentin e Washingtonit, pak metra nga shtëpia e bardhë. Zgjoll dhe nuat grushtin e shtetit. Trump luan golf ndërsa Shtetet Bashkuara digjen. A nuk jeni të tarifuar? Ishin disa nga parullat e mbajtura nga protestuesit. Shumë paralajmërojnë të mbahen duart larg demokracisë, kujdesit shëndetësor dhe gjithçkaje që ka përfunduar në syrin e Trump dhe Musk, të paraqitur në tabela si dy nazist. Të shtunën njeriu më i pasur në botë, Elon Musk, deklaroi se shpreson që në të ardhmen të shohë liri të tregtisë mes Shtetet Bashkuara të Amerikës dhe Bashkimit Evropian. I intervistuar nga lideri i partisë Liga, Matteo Salvini, Musk përsëriti mbështetjen për partitë e krahut të djathtë në Evropë. Kryeministri britanik thot se tarifat e vendosura nga Donald Trump kanë ndryshuar botën duke konsideruar stuhi ekonomike. Keir Starmer thot se bota nuk udhëhiqet më nga rregullat, por vetëm nga aleancat. Kundër përgjigjen ndaj Shteteve të Bashkuara të Amerikës, Britania pritet që ta shpallë në ditët në vijim. Bota siç ne e njihnim ka marrë fund. Kjo është deklarata e bërë nga kryeministri britanik Keir Starmer referuar tarifave prej 10% që Trump vuri ndaj vendit të tij, ndërsa Lundra zyrtare ka deklaruar se po vijnë negociatat me Washingtonin. Në një opinion për The Telegraph, Starmer deklaroi se ai do të përdorë politikat e duhura industriale për të mbrojtur vendin e tij nga ajo që e quajti një stuhi ekonomike. Mbretëria e Bashkuar pritet të shpallë masat e saj përgjatë javës. Starmer u shpreh se bota e re që po shohin aktualisht udhëhiqet nga më pak rregulla dhe nga më shumë aleanca. Mediat ndërkombëtare shkruajnë se edhe Gjermania po mendon të ndërmarrë kundër masa si pasojë e tarifave të shpallura nga Donald Trump. Berlini zyrtar raportohet se po mendon të tërheqë një pjesë të rezervës së tij prej 1200 tonar në rezervën e New Yorkut. Për dekadat të tëra, Gjermania ka mbajtur 1200 tonë rezervë ari, rezerva e dytë më e madhe në botë e arit pas asaj të Shteteve të Bashkuara të Amerikës, që po ashtu ruhet në kasafortën e rezervës federale të Shteteve të Bashkuara në Manhattan. Shpallja e tarifave tregtare nga Donald Trump për 180 vendet të botës fshiu nga bursat ndërkombëtare mbi 5 trilion dollar, duke bërë kështu që kjo periudhë të jetë më e keqja në bursa që prej kohës së pandemisë së Covid-19. Fondi Monetar Ndërkombëtar paralajmëroi se perspektiva e rritjes ekonomike mund të ulet këtë vit, ndërsa Banka e Investimeve JP Morgan tha se shansi që ekonomia botërore të përballet me recesion është rritur në 60% nga 40% që ishte më parë. Përshëndetje dhe mirë se vini në War Update, do t'jeni me mua Sali Doçen për të parë zhvillimet nga dy konfliktet më të nxehta globale. Sulmi i kryer nga forcat ruse u zgjerua me masakrat kryera në Mariupol, siç ishte bombardimi i një teatri të mbushur me civil. Sipas Institutit për Studimet e Luftës, lagja më e vështirë për Izraelin po kthehet pikërisht lagja Shijaja, ku prej javësh forcat izraelite në Khan Yunis ne shohim se struktura mbetet e njëjtë sa i përket zhvendosjes së trupave izraelit dhe nuk shohim përparime të dukshme. Së bashku do të shihemi sërish nesër për më të rejat e fundit nga konfliktet më të nxehta globale. Ushtria izraelite pranon se 15 mjek në Gaza u vran gabimisht. Izraeli thot se punonësit e urgjencës u ngatruan me militantët e Hamas. Të shtunën mediat ndërkombëtare publikuan pamjet ku ushtria izraelite kishte sulmuar autoambulancat dhe automjeteve të emergjencave. Izraeli kishte deklaruar se kreu sulmin pasi këto automjete ju afruan ushtarëve të tyre pa ndezur sinjalet, ndërsa Tel Avivi vion që të insistoj se disa prej mjekëve ishin të lidhur me Hamas. Ushtria izraelite ka pranuar se ushtarët e saj kanë vepruar në mënyrë të gabuar në lidhje me vrasjen e 15 punonjësve të urgjencës në jugun e rripit të Gazës në 23 mars. Pranimi i fajt nga Tel Avivi zyrtar vjen pas pamjeve të publikuara të shtunën nga New York Times nga celulari i një mjeku ku tregohet se ushtria izraelite kishte sulmuar autoambulancat dhe automjetet e emergjencave, të cilat mbanin të ndezura sinjalet e tyre për të treguar se po punonin për të shpëtuar civil. Më herët Izraeli kishte deklaruar se kreu sulmin pasi këto automjete ju ofruan ushtarëve të tyre pa ndezur sinjalet, pretendim ky i përgënjeshtruar tani më. Pavarësisht pranimit të fajsisë, ushtria izraelite ka vjuar të insistojë se 6 prej mjekëve ishin të lidhur me Hamas, megjithatë pranoi se ato ishin të paarmatosur. Sipas Tel Avivit, ushtarët e tyre kishin qenë në ndjekje të Hamas dhe thanë se i kishin varrosur trupat në rër për të mbrojtur ato nga kafshët e egra në Rafah.
Ushtria izraelite nuk ka konfirmuar asnjë mas të ndërmarrë ndaj ushtarëve që kryen ekzekutimin. Sulmi i ushtrisë izraelite në 23 mars ndaj ekipeve të emergjencave civile la të vrarë 15 persona në Gaza, ku mes tyre 8 mjek, 6 punonjës të mbrojtjes civile dhe 1 punonjës të Kombeve të Bashkuara. Një nga mjekët që i mbijetoi sulmit izraelit rrëfeu për BBC se dritat e automjeteve të tyre ishin të ndezura gjatë gjithë kohës për të treguar se në zonë ndodheshin autoambulanca. Ai tregoi për BBC se njëri prej kolegëve të tij në momentet e fundit përpara se të ndronte jetë, tha frazën "Më fal nën, doja thjesht të ndihmoja njerëzit dhe të shpëtoja jetë". Ju ftoj të ndiqni radion ABC News në valët 105 FM. Do të përpiqoheni me zhvillimet e fundit Në 105 FM. Rënja e temperaturave ka rikthyer virozat tek të rriturit dhe fëmijët, duke shtuar rastet që paraqiten çdo ditë në qendrën spitalore universitare. Mjekët thonë se shpeshherë ngatrohen simptomat e virozave me alergji të stinës. Sëmundjet alergjike janë rritur, por sipas bluzave të bardha, rritja shihet më shumë tek të vegjëlit. Piku i alergjive pritet që të arrijë 2 javët e para të muajit prill. Izraeli i mohoi mbrëmjen e të shtunës hyrjen në këtë vend 2 deputeteve laboriste britanike. Rënja e temperaturave në javën e fundit ka rikthyer virozat në vend, ndërsa janë bivendosur edhe alergjitë e stinës. Shpeshherë këto ngatërohen si pasojë e simptomave të ngjashme. Specialistët shpjegojnë shenjat dalluese, ndërsa theksojnë vlerësimin e pacientit nga mjeku alergolog. Kemi hyrë në sezonin polenik që fillon alergjitë stinore, që janë polenet e barrave, polenet e pemëve që kanë filluar tashmë. Shpesh na ngatërohen dhe me virozat e stinës, kështu që do të jemi të kujdesshëm, të vëmendshëm për të dalluar diferencat midis simptomave të rrufës alergjike dhe rrufave stinore, po themi apo katareve stinore. Sëmundjet virale kanë temperaturën, kanë gjendjen e përgjithshme jo të mirë, kanë pacientët janë të lodhur, kanë dhimbje të trupit. Sëmundjet alergjike, domethënë nuk kanë temperaturën, po fillojnë simptomat e rrufës, të shtimave, të krura të hundëve, të syve, të veshëve. Sezoni polemik ka nisur që në janar shkurt dhe aktualisht ende nuk kemi arritur në pikun e alergjive, por megjithatë në një ditë në qendrën spitalore universitare Nën Tereza, në shërbimin alergologjisë paraqiten mesatarisht deri në 10 pacient. Ka një rritje të paktën me 5 deri në 10 vizita në ditë për pjesën e rrufës alergjike që reaktivizohet ose që shfaqet për herë të parë në këtë periudhë tek pacientët alergjik. Sëmundjet alergjike janë rritur në të gjitha grup moshat, por më prezente kjo rritje shihet tek të vegjëlit. Në Shqipëri 1 në 4 fëmijë rezulton të jetë alergjik. Mjekë alergologe shpjegon faktorët që kanë çuar në rritjen e rasteve. Duke filluar që nga mënyra se si nënat ushqehen kur është të zanë nëna para se të lini fëmia, mungesa e vitaminës D, prezenca e vitaminës D është faktor tjetër, duhanpirja tek nëna në moshën, thënë gjatë shtazënisë është faktor risku për funksione më të ulta pulmonare të fëmijëve në kalimin e moshës. Shtëpitë sot janë bërë shtëpi më të izoluara, fëmijët rrinë më shumë brenda sesa që rrinë në ambiente të hapura. Piku i alergjive pritet të arrijë 2 javët e fundit të prillit dhe fillimi i muajit maj. Papa Francesku ka surprizuar besimtarët duke u shfaqur në sheshin Shën Pjetri për jubileun e të sëmurëve. Ai mbërriti në pragun e Bazilikës Vatikanase në karrocë nga fundi meshës, ndërsa kishte të vendosura ende tuba të oksigjenit. Është hera e dytë që Papa shfaqet në publik pas daljes nga spitali rreth 2 javë më parë. E ullur në një karrige me rrota ati shenjtë hyri në shesh ku përshëndetit turmën e besimtar, qëndroi atje i shtruar për më shumë se 5 javë. Gëzuar të dielën dhe faleminderit shumë ju tha ati shenjtë besimtarve teksa fliste me një zot brisht, ndërsa merrte oksigjen nëpërmjet një aparati. Dhe ishte gjithçka përgatitur për edicionin qendror të lajmeve. Të tjera zhvillime mund t'i ndiqni duke klikuar në faqen zyrtare abcnews.al. ABC News mund ta ndiqni edhe në radio në frekuencën 105 FM.
Unë ju falenderoj për vëmendjen tuaj, bashkë do të takojmë sërish edhe në edicionin e fundit në orën 23. Qëndroni me ABC.